Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për një fushë që ndoshta i shqetëson shumë prindër, pra vështirësitë të folurit tek fëmijët. E pikërisht për të diskutuar këtë, kam të ftuar logopeden Zyra Muslio, edhe kam kënaqësinë ta kem sot në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po ndiheni sot? Mirë, faleminderit shumë që më keni ftuar, është kënaqësi të jem në emisionin e juaj. Çka nuk kuptojmë saktësisht pra me vështirësitë të folurit tek fëmijët? Me vështirësinë të folurit tek fëmijët, nuk kuptojmë kur ka të bëjë me persona të cilët kanë mendimet e tyre dhe nuk mund t'i shprehin qartë dhe qartë në të folur dhe komunikim. Shkaqet kryesore të cilat mund të ndikojnë janë belbëzimi, pastaj janë çrregullimet neurologjike, goditja në tru, pastaj janë ankthi, depresioni, e folura e shpejt dhe e ngadalt, dhe po ashtu gjenetika në familje. A janë gjithmonë këto vonesat në të folur shqetësuese? Nuk mund të themi se mund të jenë vonesat, të gjitha vonesat gjuhësore shqetësuese, ku mund të bëjmë dallimin tek vonesa gjuhësore. Pjesa e cila nuk është shqetësuese është atëherë kur fëmijët janë inteligjent, janë më të vënshëm, mund të ndikoj, domethënë, dygjuesia, që është një prej faktorëve kryesor. Pastaj mund të ndikoj trashëgimia, po gjeneza e folura e vënshme në familje, dikush prej anëtarëve të familjes. Fëmijët i kuptojnë të gjitha gjërat, mirë po nuk ka mandat kur ju japen, mirë po nuk mund të shprehen. Shkon një procedurë pak më e ngadalt, mirë po fëmiu mundet me folë në të ardhmen. Ndërsa kur mundemi mu shqetësu, është atëherë kur fëmiu nuk ka kontaktin me sy, nuk ka dëshirë mu socializu me fëmijë të tjerë, nuk i kupton të ka mandat se çka i jep, nuk mundet me u shpreh mirë, me formu fjalë të qarta me i kuptu, për dallim me fëmijët të cilët janë me vonesë gjuhësore, të cilët kanë kontaktin me sy, flasin me mimika, kuptojnë të gjitha çka ju thu të tëtë komandat ose... Pra një fëmijë kupton kështu para se të flasë, kupton shumë mirë. Krejt. Një fëmijë që është me vonesë gjuhësore, nuk është shqetësuese kur ai kupton. Gjithë ai kupton, mirë, por nuk mundet mu shpreh edhe pse shkon procedurë pak më ngadalt. Ndërsa te pjesa e vështirësive, do të thotë e vonesave gjuhësore që është shqetësuese, fëmiu nuk komunikon me sy, nuk reagon kur e thret, nuk i kupton, do të thotë urdhrat të cilat ja jep, nuk bashkëbisedon, nuk ka dëshirë me bashkëbisedu me mimika, me mimikat e tij, nuk ka dëshirë me lujt, me u socializu me fëmijët e tjerë, mundohet me fol disa fjalë, edhe ato i thotë pa qarta, nuk kuptohen nga familja, edhe do të thotë kjo duhet të trajtohet tek logopedi. Pikërisht si trajtohet, pra cilat janë ato masat që i marrim kur i shohim këto simptoma? Macat më njëherë duhet të dërgohet tek logopedi, mos me neglizhu prindi këtë pjesë, edhe me i marrë domethënë të gjitha këshillat e logopedit, edhe me vazhdu me punu me fëmijën, për me arrit të thotë të folurin me e krahasu me bashkëmoshatarët e tij. Tek cila moshë pikërisht bëhet kjo shqetësuese, për shembull se i ka këto problematika fëmijë? Zakonisht fëmijët përmes të qajtërës, kur të lindin, lëshojnë tinguj përmes të qajtërës. Mas nejna fillojnë me etapa, gugatja, mas moshës 12 muajsh, do të reagojnë me, do me thonë, me gjeste, formojnë fjallë mama, baba, ose mas nejna deri në moshën 18 muajsh, ose në moshën 2 vjet, e lidh një fjallë me 2 fjalli, do të kërkan ama ujin, ama tupin, kërkesat e tij. Deri në moshën 3 vjet, fëmiu duhet të ketë 200 deri në 300 fjalë në fjalorin e tij, do të thotë edhe fjalë të kuptueshme që i kupton familja kur flasin ata. Doja pikërisht fokusohem tek rëndësia e familjes në këtë pjesë, sepse përmendëm ndoshta edhe komunikimi me fëmijën, edhe pse, ai nuk do të flasë, por ai mëson nga tingujt edhe i përsërit ato. Fëmijët kopjojnë, fëmijët imitojnë. Do të thotë, sa ma shumë që të flasin me fëmijën,
ai edhe modelimi i të folurës indikon pozitivisht tek ai. Do të thotë sa më shumë që bashkëbisedon me fëmijën, edhe fol domethënë sakt, atëherë ndihmon fëmijët me mësu fjalë të reja, me zgjeru fjaloren, me i rrit kërkesat e tij, edhe kjo është. Bashkë kështu më ranë mend kjo pyetje duke dëgjuar përgjigjen tuaj, pra kur kemi raste, për shembull një fëmijë që e thot një fjalë gabim, nëse prindi vazhdon edhe ndoshta i referohet asaj gjëje me shqiptimin e gabuar, apo kontribon në mënyrë ndoshta negative në zhvillimin e fëmijës, nëse e thot në mënyrën e gabuar, por ndoshta duhet me përmirësu deri ta përmirëson edhe fëmiu fjalën. Duhet me përmirësu deri në një mas, jo me e tepru me përmirësime. Do të thotë gjatë bashkëbisedimit me fëmijën, kur e sheh, do të thotë fëmiu duhet çdo herë të mbajë kontaktin me sy me prindin ose me familjarin. Fëmijën kur e thot një fjalë gabim ose në të folurën e bebës, po flasim këtë rast, atëherë prindi nuk duhet me e fol në mënyrë të bebës me fëmijën. Çdo herë duhet të flet fjalë rrjedhëse, fjalë me kuptim, artikulimin e mirë të fjalëve, edhe me e kriju një dialog bashkëbisedim me fëmijën për me arrit me fol fëmija rrjedhshëm. Po pra pikërisht rëndësia e familjes dhe ndoshta vëmendjes të madhe të prindërve është pjesa kryesore. Përmendëm pra pasi që i shohim ato problematikat në të folur, i kemi edhe shkaqet e ndryshme. Përmendëm belbëzimin në fillim të intervistës, a mundem të fokusu tek ajo pjesë, pra çka është belbëzimi, si ndodh shkaqet? Belbëzimi është një çrregullim ku i të folurit e cila është si pasojë e pengesave gjatë të folurës, të thotë rrjedhshmëria e të folurit. Fëmijët e vegjël, do të thotë bebat, ata belbësojnë edhe kur flasin. Deri në moshën 3 vjet nuk është, do të thotë, diçka shqetësuese. Mirë, po mas moshës 3 vjet, nëse ajo vazhdon, atëherë ai duhet më u trajtu tek logopedi në mënyrë që me fol më rrjedhshëm, i bo teknikat e belbëzimit, do të thotë mos me e pengu gjatë të folurit, mos me e krahasu me fëmijë të tjerë, po mendoj rëndësia familjes ka shumë rëndësi kjo kur e vrejnë fëmijën, edhe mos me neglizhu këtë pjesë, do të thotë edhe me punu intensivisht me këtë pjesë që për me e trajtu belbëzimin. A kalojnë këto me moshën, ndoshta problematikat në të folur, pra kemi përmirësojmë veten gjatë kohës dhe ndoshta edhe tek kur jemi në fazën e qerdhës, klasës të parë, ndoshta komunikimi me fëmijë tjerë përmirëson këtë pjesë. Nëse trajtohet, do të thotë deri në moshën para se me shku në klasën e parë, e vrejnë prind edhe do të thotë mas moshës 3 vjet edhe e dërgojnë tek logopedi, normalisht punojnë bashkaresht, mundet me u korrigju edhe me u trajtu në atë mënyrë që ai mundet me dëgju veten, edhe me korrigju veten edhe mos me pas probleme në klasën e parë kur flasim kur shkon në shkollë. Edhe duhet mbështetja e mësuesit, edhe në këtë rast. Duhet edhe mbështetja e mësuesit bashkaresht për me e rrit vetbesimin të ai fëmijë që mundje i barabartë me të tjerët. Kemi raste kur vazhdojmë të trajtojmë një fëmijë edhe pas klasës parë, dytë, kështu nëse ka probleme? Po, ka raste edhe më të rritur. Mënyra më e mirë e trajtimit është prej moshës 3 deri në 5 vjet. Po, mujnë edhe më u trajtu edhe mbas klasës parë, edhe pse trajtimet janë më të ngadalshme, sepse që kjo pjesa 3 deri në 5 vjet është periudha më e mirë kur fëmija mundet me u trajtu edhe me u përmirësu, do me thonë të pjesa e të folurit, të artikulimit, të shkronjave. Si duket trajtimi në këtë moshë? Trajtimi... Cilat janë ato fazat, pra që kalon, sa kohë merr, kështu? Varet prej diagnozës cilën e ka, varet prej çrregullimit cilën e ka, kurse muj me caktu një kohë, do të thotë për një muj, 2, 3, krejt varet sa bashkëpunon fëmiu, edhe sa bashkëpunon familja. Prapë po kyqem të familja. Në qoftë se punojnë bashkarisht si trekanç,
edhe fëmiu, atëherë trajtimet janë më të lehta edhe kalojnë po mendoj për shërbullime që janë më të lehta. Po edhe shërbullime që janë më të rana, kur punon edhe familja, edhe terapisti, edhe logopedi, edhe psikologu, çdo herë trajtimet janë më efektive. Kur s'mujna me caktu një kohë për çet periudhë kohore ka mu shëru, ose ka mu trajtu, ose ka mu përmirësu, se kretë varet sa bashkëpunon fëmija. Cilat janë disa shregullime tjera cilat shfaqen të kjo moshë? Po ka tash po çrregullimi i artikulimit, çrregullimi i zërit, belbësimi, do me thonë këto janë njëherë për njëherë janë çrregullime që janë që kam has tek këto çrregullime. Sa të shpesh ta e sheni pra? Zakonisht çrregullimet e artikulimit të shkronjave shohim tash edhe prind janë vedisu edhe e shohim fëmiu që nuk është të diçka si bashkëmoshataret e tij nuk flet, nuk i artikulon shkronjat mirë, ka të thotë çrregullim, i dërgon tek logopedi, ka raste kur kanë disa shkronja të cilat i kanë të devijuara dhe me punën e logopedit përmirësohen. Të cilat shkronja pikërisht shohin problema shumë më të shpesh? Po janë r, th, dh, z, s. Po pikërisht thuhet dhe përmendëm edhe dy gjuhësinë. Sa shihni që po ka rol ndoshta media sociale, rrjetet sociale në këtë pjesë për shkak se kemi tash gjuhën angleze, po shohim që fëmijët ndoshta po e dinë gjuhën më mirë sa ne trituret. Po edhe dy gjuhësia mundet me i pengu në këtë pjesë. Luan në rol. Edhe dy gjuhësia. Për shkak se fëmiu në etapat e fillimit fillon me gjuhën anëtare. Po kur dëgjon edhe gjuhën tjetër, po flasin për gjuhën angleze, ndonjëherë ajo mundet me i pengu gjatë artikulimit, sepse i përzihet me gjuhën tjetër, nuk është konfuz me vetët, edhe nuk është i pasigurt. Nuk din se në çfarë gjuhë duhet me të përgjigjur se me ta hadhon përgjigjen për një diçka çka e pyet për shemb. Flasin për ujin ose gotën ose topin, ndonjëherë fëmiu është i pasigurt se çka duhet me thonë. A shihni dallim ndoshta tek familjet që kanë vetëm një fëmijë me një familje që ka më shumë fëmijë në familje? Mirë është kur janë më shumë fëmijë, sepse bashkë bisedojnë, bëjnë dialog, luajnë së bashku, mësojnë fjalë të reja, është shumë më mirë se sa kur është një fëmijë. Kur është edhe një fëmijë në familje, prindërit duhet të punojnë me ta, të lexojnë libra, të shikojnë televizione, të mirën me aktivitete, hajde mu vesh, bjerë ma pantollat, bjerë mi papuqet, bjerë ma ujin, hajde peshtrojmë tavolinë, dhe tëtë çdo gjë duhet bashkarisht të punojnë me fëmijën e tëne. Që ndoshta është një aktivitet cili i bën mirë shumë fëmijëve që po kanë probleme me vështirësitë pra në të folur, ndoshta diçka që prindërit mundin me marrë si këshill duke bërë këtë emision dhe me apliku atë metodë gjatë vikendit kur kanë kohë të lirë. Zakonisht librat, leximi i librave me zë dhe me figura, më duket që është një aktivitet shumë i mirë, i cili ndihmon fëmijës, sepse rrit përqendrimin, koncentrimin, pastaj mëson fjalë të reja, krijon dialog me prindin, pyet çka është kjo, pse është kjo, zhvillon edhe pjesën e shpjegimit të diçkaje. Unë mendoj se libra është një prej aktiviteteve më funksional të pjesa të folurit. Ju në fakt më hapët një memorje prej fëmijërisë time, unë gjithmonë e kam pasur këtë si shprehi, tash më ka bu dhe tash me lexu, po gjithmonë nuk mund me flajt pa e pas një libër, pa lexu, ose kur më kona ma vogël, gjithmonë mami ma ka lexu libër dhe ka qenë kështu një aktivitet, do më thonë çdo natë, që me të vërtetë edhe ka rrit kështu lidhjen mes prindit edhe fëmijës. Lidhja emocionale është, sidomos para gjumit me tregu pralla. Ja tregon një prall, mundohesh me ja tregu me mimika, me emocione, me vret fëmia koncentrohet, të shiku, interesant, çka po ndodh, edhe do të thotë lidhja, krijohet një lidhje emocionale prind fëmijë.
kur tregon pralla, tregon tregime, përfshin aktivitetet shtëpisë, kjo është një diçka shumë pozitive. Ndoshta është ajo rutina që nuk i nevojë me bu diçka shumë ekstra për me bu fëmin tënd mundi special, pra. Një diçka e vogël, mu përfshin familje, do me thonë, mu përfshin në aktivitetet shtëpisë, si ndihmon, një diçka e re, pasuron fjalorin e tij. Sa ndikon realisht, ndoshta përdorimi i telefonit, tabletet, shikimi i televizorit në këtë pjesë tek fëmijët? Fëmijët kur fillojnë të flasin, të kuptojnë do të thotë gjërat, pas moshës 3 vjet, munden me u ekspozu para televizionit. Mirë po duhet me programe edukative arsimore, në pranit e prindit. Do të thotë me zhvillu pash bisedem me prindin. Gjallët kurreshtja, kur e shet, do të thotë një film vizatimor, ose diçka edukative, kafsh, pem, perime, do të thotë krejt ato emisione cilat janë. Mirë po, para moshës 3 vjet, nuk isha thënë me u ekspozu, për shkak se janë filma vizatimor, programet e bebeve, që ata lirojnë vetëm tinguj dhe nuk mund asgjë me përfitu prej tëne. Do të thotë vetëm dëgjon tinguj, po diçka tjetër nuk mund edhe vizatimet e cilat shfaqen në televizion, ose iPad, telefon. Sa kur shikon diçka programe, ndonjë film vizatimor, ndonjë prallë, ndonjë ngjarje interesante, edhe është prindi prezant, atëherë është një gjë e mirë për fëmijën. Nëse fëmijët në këtë moshë shojnë ndoshta përmbajtje të cilat nuk janë pikërisht për ta, pra ka skena ndoshta të dhunshme, filmat aksion, si ndikon kjo te fëmijët? Ndikon keq emocionalisht kjo te fëmijët. Fëmijët fillojnë ankthi, stresi, pastaj emocionalisht prekën fëmijët. Fillojnë me tu pa ëndra, të thotë ngjarjet e ditës ose çka kanë pa në televizion, kjo e krijon edhe një pasiguri te fëmijët. Po pikërisht se kemi këtë pjesën e ëndrave, ndoshta e shohim tek fëmijët, gjithmonë shohin ëndra, por kur shohin me përmbajtje ma dhunshme, Kjo ndikon shumë negativisht, edhe është shumë ma nervoz në shtëpi. A bet kjo si traumë emocionale? Po, si traumë emocionale, po. Pra shohim cilat janë ato sjelljet që i shohim në këto raste? Mundohet mi kopju, do me thonë, me bo sjellje si, do me thonë qatë ngjarjen që ka pa, hajde me u rri, hajde mu përla, me lshu zanin e madh, agresiv, ma theme mundet edhe me gjujt sene, prej dorës. Po pra pikërisht Mi sulmu, do me thonë vllazërit mosrat, ose musafir, kur shkon, ose në kapër, zakonisht, ndodhë kur vinë fëmijët që nana tojnë, valla mu ka nku mësusja se ja kam shu një fëmijës, asnjëherë se ka bu që të veprem, ose kam pa diçka në telefon, në televizion, ose aj tjetëri do me thonë i ka tregu në ngjarje që ka pa, edhe do me thonë që aty kanë lindë edhe konfliktet, edhe normal që edhe gjumi nuk mund me bo rahat, sepse u shfaqen këto filma ose ngjarjet që janë shumë ne të mëdhajt në njerë me pa diçka friksohemi mos klasin për fëmijë që është rritje dhe zhvillim truret. A ndikon edhe situata në familje në këtë pjesë, sepse mëse kemi edhe raste ku ndoshta situata në familje nuk është aq stabile dhe fatkeqësisht përjetojnë ka adhunë në familje, si ndikon kjo tek fëmijët? Ndikon, emocionalisht ndikon keq, do me thonë ndarjet, një humbja e një antari të familjes, ndarja e prindërve, frika, ankthi, stresi, të gjitha këto ndikojnë emocionalisht shumë keq te fëmijët. Do me thonë ndihet i pasigurt, krijohet belbëzimi, nuk don me u shfaq para shofe, nuk don me u shpreh, krijohet regres gjatë të folurit, krejt to ndikojnë negativisht te fëmijët. Pra kemi edhe kështu kthim në regresin e përmendëm, nëse një fëmijë ndoshta ka folur në shumë të rrjedhshme, por me një mënyrë vetëm qetësohet, nuk flet më, mundet me u kthy mbrapa në Po mundet me u kthy mbrapa dhe mundet me u mbyll në vete. Do të thotë e mban atë në vete, edhe nuk mundet me u shpreh. Ndikon kjo edhe në shkrim, lexim, atë ndikon edhe në mësim, kanë vështirësi në nxënës në shkollë kur vjen deri te kjo pjesë, sepse këto duhet me u trajtu sa më herët për me parandalu këtë.
hu pikrisht edhe ndarjet në këtë pjesë, ndoshta ndikon edhe tek lidhja me dy prindrit, sepse mundet fëmija ndoshta me kriju një përshtypje ma të keqe për njërin prind. A shëni këtë pjesë kështu problematika? Mundet edhe me ndodhë kjo, do të të çdo fëmijë ka dëshirë me pa një familje të lumtur. Ja u she do të të edhe emocionet e prindve kur ishe, ndoshta jon përla, se nuk e kanë kalu mirë, se kanë pasë çdo çift e ka ndonjë debat. Ndoshta një zënk, kështu për marrëm, unë dhe ti jemi të ardhni në një debat dhe një fëmijë na sheh. Si duhet të veprojnë, në qoftë se ne jemi në një debat, por si ta shqetësojmë situatën që mos mund me lënë diçka një shije të keqe tek fëmija. Mirë kishen që debatet me ndodhë veç pa i pa fëmijo, sepse kjo ndikon shumë keq. Se fëmijo mbetet është problem me dasht njonin, mos me dasht jetën të dy prendi ka. Është pak problem. Ndoshta tek këto raste dhe kemi që munden edhe me majt edhe prindin me majt anën e fëmijët edhe mundet me përdorë dhe fëmijët si vegël në atë pjesë, pra kjo është një temë kështu shumë e gjonë që me të vërtet edhe emisioni nuk na dhe vetëm me fol për këtë pjesë, pra shumë ka ndikim. A mendoni se kjo ka ndikim edhe gjatë adoleshencës? Po, mundet me ndodhë edhe në konë. Se kjo vjen nëse fëmiju vjen të urrit. Fillan shkollë, nuk mësan të në kohën e ka mendjen të familja. Pra dhe pjesa e përshëndrimit? Pjesa e përshëndrimit, koncentrimit, emocionalisht është i thymë, e mban vete, dëgjon shumë fjallë, është për rreth, lloj fjallë të ndryshme, edhe do të të indikon shumë se lexim, në gjumë, në ushqim, do të të fjetje, socializim me shoqni, mendon se të gjithë e dini diçka që e ka ky, edhe kjo indikon sidomos duke u rritu trash kjo farë pjesa e këtij problemi edhe ndikon shumë në fazën e pubertetit edhe të adoleshencës e kështu me radhë. A janë pikrisht këta fëmijë, ndoshta edhe me problematik në shkollë? Mund me qenë edhe ma problematik, por nuk mund me thonë çdo herë që po. Po, sepse ne përmendëm agresivitetin, i cili... Po, varet se ndoshta nuk do të thotë se krejt fëmijët mund me qenë agresiv. Po. Mirë, por normal kuptohet, kur një fëmijë e ka një problem, si lloj, ai edhe kur është agresiv mundet me qenë edhe problematik në shkollë. Pra përmendëm edhe mbylljen në vete, që ndikon ndoshta më shumë pra në rritjen e tyre. Mundet me ndodhë kur ai mbyllet vete, sidomos kur fillon klasa e parë. Edhe nuk shprehet. Pastaj është i pa motivum. E hup do të thotë motivin edhe nuk është i sigurt me u shpreh në shoqëri. E përmendëm në këtë pjesë ankthin dhe stresin. Si manifestohet kjo? Ankthe dhe stresi manifestohet nga çrregullimet e vështirësitë në të folur, çrregullimet e të folurit. Krijohet ankthe dhe stresi. Kur fëmia nuk flet mirë, nuk ka, do të thotë, i humb vetbesime, nuk krijon fjalë të drejta, mundohet me ja tërheqin vërejtjen. Fëmiu sa të flet. Edhe kur fol do të thotë edhe kur tregon një ngjarje, se fëmijët vinë tregojnë ngjarje, çdo herë duhet me u shpërbly. Me arrit vetbesimin. Edhe mos me i pengu gjatë të folurit. Mirë, po më mundu me bashkëbisedu me të edhe me ngrit fëmijën në këtë aspekt. Si duket një seancë nga ju pra si logopedë? Ndoshta seanca e parë që isha prindi ato vështirësitë në të folur. Pra, fillimisht se atë janë hapat e parë. Seanca logopedike është do të të vjen me prindin. Fëmiu i rekomanduar ose prej psikiatrit apo neurologut apo psikologut, mirë po vjen edhe me dëshirën e tij për shkak se e vren fëmijën që ka vështirësinë të folur. Duhet me qenë shumë e dashur, duhet me qenë shumë e afërt me fëmijë, me kriju një hapësirë të ngrohtë. Seanca logopedike shkon përmes lojës. Marrim historinë, e marrim nga po vjen do të thotë
çrregullimi i të folurit, problematikat e të folurit, vazhdon me seancat logopedike, këshillimi i prindërve, këshillimi i fëmijët, edhe do të thotë çdo herë me motivu fëmijën, me shpërbly, me ngrit, me i dhonë vetë besim, se çdo gjë ka me kaluar me seanca dhe deri tek përmirësimi i tij. A përmirësohet ndoshta totalisht kjo? Ka raste kur përmirësohet totalisht, varet se çfarë çrregullime ka. Po. Me vërtet edhe kjo pjesa që përmendëm tek pjesa e shkollës, ndoshta edhe paragjykimet në këtë pjesë ndikojnë shumë. Çdo herë edhe ka paragjykime. Është mirë më të me pas paragjykime. Asnjëherë nuk e dim se për çka vjen deri te shkaku i një çrregullimi ose i një problematikës të cilin e ka një person ose një fëmijë. Ne punojmë edhe me tritur edhe me fëmijë, edhe kur s'mujna me ditë sidomos problematikat fillojnë prej fëminisë. Edhe ne duhet me i ndihmu, si profesionist shëndetësor, duhet me i ndihmu edhe shkolla, edhe kopshti, me rekomandu prindin. Ndonjëherë prind ndoshta diçka nuk pranojnë, ndoshta nuk kanë qejf me pranu, e neglizhojnë këtë pjesë. Mirë po, ata nuk duhet me neglizhu. Duhet me marrë hapat edhe me vepru sa shma herët. Mos me ardhë deri te paragjykimet, deri te ngacmimet, deri te bullizimet të cilat i hasën fëmijët kur shkojnë në klasën e parë. Pikërisht edhe tek pjesa e paragjykimeve dhe isha të fokusuar tek rrjetet sociale, pra ky bullizimi edhe në rrjetet sociale mundet me fillon me njëherë sepse teknologjia është aq e zhvilluar tash saqë edhe fëmiu në klasë të parë gjithmonë ka me pas ndoshta një kontakt me telefonin, ndoshta të prindve, ndoshta të ndonjë familjari tjetër. Sa mendon që ndikon bullizimi pra në media sociale? A mendon që është pak më i fshat, por që ka më shumë ndikim? Bullizimi në media sociale. Fëmijët kur kanë probleme në të folur, do të thotë belpse flasin, do të thotë nuk flasin drejt, nuk i artikulojnë fjalë të mirë, nuk i formojnë fjalë të mirë, ndonjëherë edhe nuk kuptohen. Edhe bullizimet fillojnë në shkollë. Në momentin që shkojnë në shkollë, kanë me fillu, do me thonë, pse po fletë kështu, a i mbyllet në vete, ndonjëherë nuk shprehet në familje, ndonjëherë shprehet tek prindërit ose te nana, ose te babi, ose te dët, edhe mirë po këtë pjesë duhet të mësuesi, ose mësusja, me parandalu. Të gjithë fëmijët nuk janë njësoj. Do të thotë nuk mund me pas inteligjencën të gjithë njëjtë. Nuk mund me zhvillu të gjithë njëjtë fëmijët. Mirë po, ata të cilët kanë disa pengesa, ajo është thotë drejtuesja e klasës, shpeshherë kemi thonë si nana e dytë, e cila i parandalon edhe mban rregullin e klasës. Për mos me ardhë deri te ngacmimi ose bullizimi i një fëmijët i cili e ka një problematik, pavarësisht po flasim për pjesën e të folurit ose belbëzimet të cilat shfaqen. Pikërisht edhe roli, më vjen shumë mirë që po të mësojmë këtë pjesë, sepse mësim dënë si pra mësusja apo mësuesi e ka një barë kështu gjatë madhe, sepse është tërë ditën me ta, edhe kjo lidhja emocionale me mësuesin ose me mësuesen është goxha e rëndësishme, edhe unë ende mbaj mend pra mësuesin tam, që po falenderoj për prapë që u merr me neve në atë shumë, me të vërtet edhe na ka bu mundi se cilin person, se cilin fëmijë aty, si jemi vllazën edhe motra. Pra, kjo ndoshta është ajo pikpamja edhe mënyra se qysh duhet me mendu çdo mësues dhe mësuese. Çka mund të bëjë një mësues, pra për me unifiku në këtë mënyrë edhe tërë klasën, sepse kemi edhe shumë klasa që ndoshta i ka 30 nxënës. Edhe është vështirë mu merë me se cilin një ka një, por diçka që mundet mu bu me të tërë. Për ata unë thash, ajo i ka tërë ditën, një pjesë ditës e ka mësusja.
Ajo duhet me qenë të thëtë me i bo fëmijët muni të barabartë të gjithë njësoj. Ata të cilët janë, ose me vonesa gjusore, ose me epilepsime, ose çrregullime të folurit, ose unë po flas vetëm për profilin, për pjesën e folurit, duhet me marrë domethënë ata fëmijë, me punu pak më shumë, me angazhu pak më shumë, për mos me ardhur deri te bullizime. Me u bo, me aurit vetbesimin, për mos me ardhur deri te përçarja në klasë. Me bo mundi të barabartë të gjithë. Ajo do të më përdor metodat e saj, edhe edhin se shush do të më përdor, që për mos me ardhur deri te kjo pjesë. Desha të fokuson të rrugtimi juaj personal si logopede, si ka filluar edhe ndoshta kush ka qenë ai motivimi juaj? Po logopedia më ka pëlqy shumë, sidomos kur unë isha në mjekësi, mbas luftës edhe kam lënë fakultetin, edhe dësha me u kyç diçka, të thotë ma sa vite. Edhe logopedia ka një degë e re, edhe është degë e re në komunitetin tonë, edhe dëshira ime ka qenë me marë, ka motivu me u socializu me ata fëmijë. Çelësi kryesor për mua është me ndihmu një personit i cili ka problem të folur, edhe me ndihmu se shumë ka rëndësi mundi zëri i dikujt, ose përmirësimin të folur, që mundje i barabartë me të gjithë të tjerët. E ka marrë me pozitivitet, e ka marrë tamam me vetbesim plot, se do t'ju dalë sot, do të mundohem ju dalë sot të gjithë atyre personave të cilët kanë nevojë të pjesat folurit, edhe e punoj me shumë qef, me shumë motiv, edhe për mua është kënaqësi kur dikush del prej derës edhe del do të thotë i përmirësuar nga ana e folurit prej anës tam. Cilat janë disa veti që duhet me i pas një logopede? Vetit të cilat duhet me i pas, do të thotë me qenë një person i dashur, serioz, me marrë me seriozitet punën të cilën ka me kry, mu mundu do të thotë me punu maksimalisht, edhe me ofru shërbime sa më cilësore tek personat të cilët mirët me ta, do të thotë me bashkëpunu me prindin, me kriju një ambient të ngrohtë ku ofron shërbime, që me pas dëshirë fëmiju të mbajtë seancat logopedike, edhe me dal i kënaqur prej anës logopedit, do të thotë me dal i suksesshëm. Cila është pjesa më e vështirë e punës së një logopedi? Pjesa më e vështirë është kur ti mundohesh, edhe mundohesh krejt metodat e mundshme me i apliku, edhe e sheh vetëm pak rezultat, se nuk më varet çdo herë për logopedit. Duhet me bashkëpunu me kolegë të tjerë, të cilët do të thotë ka nevojë ai person. Po flasim qa do qoftë dëgjimi, se dhe dëgjimi hen këtu kur fëmijët nuk flasin mirë, edhe macenat e çrregullimet e fol me doktor të dëgjimit, me psikologun, me ngrit vetbesimin e fëmijët, me bashkëpunu me fëmijë, me prind, edhe me arrit ma të mirën të mundshme të ai person. Doja të fokuson tek përfshirja emocionale, pikërisht sepse kemi raste që ndoshta janë dëmshme më dëmshme, pra si ja dilni jo, pra me mos më përfshi emocionalisht, apo përfshini deri në një mas ku ju nuk ndikoheni, pra nuk e mbani atë barën? Ka raste të ndihshme kur ti ndikohesh emocionalisht. Mirë po duhet me pas një stabilitet. Se në qoftë se përfshihesh të secili person me emocion, atëherë nuk mundesh me arrit atë që don ti. Do të thotë normal duhet me qenë të ndihshëm edhe emocional, që për me punu tamam zellshëm, me arrit ato të pamundërën, me u mundu me bo të mundur, mirë po do të me rujt stabilitetin, si profesionist shëndetësor. Si e ruani ju pikërisht këtë pjesë, ndoshta jo jashtë punës, si e mbani këtë balancën? Logopedia është pak sfiduese. Është pjesë sfiduese. Është drejtim që të konsumon.
Mirë po kur e do një profesion, edhe e shen një person që ka ardhë se shumë persona tjerë kanë pas rezultat pozitiv, atëherë ti mundohesh me rujtë kështu balancën, sepse edhe nëse e merr edhe atë farbarën e emocionit në shpe dhe pjesa e tjetër e ditës të punu, atëherë mundesh mu hargju edhe më të më mbet për me punu ma shumë. Po ndoshta me kalu kohë me familje, kitë këto mundet me përfshi këtë pjesë. Po, është mirë që mos merren ato gjërat e cilat punon në familje me u diskutu, me mbet pjesa e punës, pjesa e familjes, familja. Cilat do të ishte një këshill që ja kishte dhënë studentëve të cilët po vazhdojnë e kanë zgjedhë degën e logopedisë si fusha e tyre ëndrave? Nëse kanë gjedhë degën e logopedisë, një këshill që kisha mujtë me thonë me qenë sa ma human, sa ma dashtën, me punu me zell, me nder, me u mundu, me u avancu sa ma shumë, me mua një huri sa ma shumë, për me arrit një sukses tek ata personat të cilët ju drejtohen logopedve. Për fund, cili do të ishte mesazhi juaj për prindrit që ndoshta po i shohin disa problematika tek fëmijët, por nuk pe kanë ndoshta atë edhe dijen e plot për këtë pjesë, edhe nuk po din ku mu drejtu. Këshilla ime për prindër është, edhe pse ma herët e cika kam fillu prindërit mu vedisu, po e shohin që fëmijët një ndryshim, ndoshta te pediatri dërgojnë për me vizitu për ndonjë grip ose virus, edhe pediatri e sheh që fëmiu ka diçka çrregullim foljurit, belbëzimit, nuk ka fol hala vonesa gjusore, edhe i rekomandon tek logopedi, edhe ata automatikisht e marrin një këshill edhe tek logopedi. Momenti që e shihni që fëmiu juaj nuk është, do të thotë, drejt me bashkëmoshatarët e tij, nuk flet deri në moshën 1 vjet, nuk qaset, nuk shikon me sy, nuk bashkëpunon, do të thotë i kërkon komandat, kërkon me lujt me ta, me kriju aktivitete, nuk socializohet me fëmijë tjerë, mundoni me ndani pjesë të kohës edhe me dërgu me marrë një këshill tek profesionist shëndetësor. Mos e neglizhoni këtë pjesë që mos mu bo ma vonë dhe ma keq. Do të sa ma herët intervenimet e hershme, do të rezultatet janë ma pozitive. Faleminderit shumë që ishit sot në studio edhe për të këshilla kaq të mira. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me qenë emisionin e juaj. Atëherë dashur shikues, kaq kishim për sot. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.